Shpeshherë është përfolur se Rozana është një nga banorët e përdorura nga produksioni dhe se merr informacion nga dhoma e rrëfimit, por kjo gjë tashmë është bërë edhe më e dukshme ditët e fundit. Përveç se një video bëri xhiron e rrjetit, ku shihet se Rozana hyn në dhomën e rrëfimit e atje takon dikë. Po ashtu edhe për faktin se në një bisedë me Gjestin, ajo e pyet atë për Eglin. Nëse Egli hyn në shtëpi, çfarë do të bëje? I thot Gjestit. Kaq ka mjaftuar që në rrjet të shtohen dyshimet e aludimet se Rozana merr informacion nga dhoma e rrëfimit, duke qenë se vetë produksioni ka konfirmuar që sot do të rikthehet Egli. Të shumta kanë qenë komentet që thonë se Rozana ka marrë informacion për këtë dhe se Rozana po favorizohet nga produksioni. Të tjerë thonë se pikërisht sot, një ditë më përpara u kujtua kjo të pyesi për atë, i kanë cicëruar te dhoma e manipulimit. E të tjerë thonë se Rozana është pjesë e produksionit, ku bëjnë skenare dhe jo banor të Bigut. Të dy këta e dinë që nesër futet Egli dhe se kanë lexuar në dhomën e rrëfimit skenarin dhe se çfarë roli kanë për të pasur të shtunën. E po tani po shikojmë telenovela meksikane, se Bigu ka dështuar me kohë. Kjo nuk është hera e parë që publiku mendon se Rozana është lojtare e dhomës së rrëfimit, thjesht kohët e fundit kjo është bërë më e dukshme.